Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme për sa i përket diellit në Luan, ku formon një trekëndësh me Saturnin në Dash. Kjo ka një ndikim shumë të mirë sepse na jep mundësinë dhe kohën mbi zhvillimet. Kjo do thotë në datën 7 gusht, ku ndikimi më i madh astrologjik që nuk vjen me zhurmë të madhe, por me fuqi të thellë, të qëndrueshme dhe shumë e rëndësishme për vendime serioze. Dielli që ndodhet në shenjën e Luanit formon një trekëndësh me Saturnin në shenjën e Dashit. Ky është një kënd harmonik, por jo i lehtë në kuptimin sipërfaqësor të fjalës. Në një ndikim thotë gjithçka vjen vetë. Përkundrazi, është një ditë që shpërblen atë që ka punuar, atë që ka duruar, atë që ka mbajtur përgjegjësi, atë që ka treguar pjekuri dhe disiplinë karakter. Dielli në astrologji tregon vetdijen, identitetin, vullnetin, drejtimin personal, dritën dhe njeriun që mban brenda vetes. Kur dielli është në Luan, ai shpreh zemrën, krenarinë shëndetshme, kreativitetin, dëshirën për të shkëlqyer, nevojën për të njohur, për të parë, për të marrë role të rëndësishme, për të krijuar dhe për të dalë përpara. Luani kërkon jetë, dinjitet, dashuri, zemër, guxim, për të qenë vetvetja. Nga ana tjetër, Saturni në Dash është një mësim shumë i rëndësishëm për mënyrën si përdorim forcën, guximin dhe iniciativën. Dashi në fillim, veprim, vendim dhe mundësi. Por Saturni kur ndodhet dhe në shenjën e Dashit kërkon pjekuri, përgjegjësi dhe jo vetëm. Është një kënd shumë i rëndësishëm. Prandaj kur dielli në Luan formon një trekëndësh me Saturnin në Dash, krijohet një energji shumë e mirë dhe e përgjegjshme. Sepse mban përgjegjësi, mban atë që ne themi nganjëherë për kuptimin e gjërave të mëdha që ndodhin, por gjithashtu tregon pjekurinë dhe mundësi të arta. Ky kënd ka një cilësi shumë të veçantë. Nuk e ul dritën e diellit, por e bën më serioze. Nuk e ndal zjarrin e Luanit, por i jep formë. Nuk shtyp guximin e Dashit, por përpiqet të kuptojë. Kjo do thotë se sot mund të kemi mundësi për të marrë vendime shumë të qëndrueshme, për të forcuar një plan, për të vendosur rregull në një projekt, për të marrë mbështetje nga figura autoritare dhe për të fituar në anën tonë më të mirëtmueshme me të drejtën tonë. Në nivelin psikologjik, kjo ditë na pyet: a jemi gati të marrim përgjegjësitë për atë që duan? Sepse shumë njerëz duan sukses, por nuk duan disiplinë. Duan njohje, por nuk duan përpjekje. Duan dashuri, por nuk duan pjekuri. Duan të shkëlqejnë, por nuk duan të mbajnë peshën e rolit që kërkojnë. Dielli në Luan në trekëndësh me Saturnin në Dash thotë se drita e vërtet nuk është vetëm talent, është edhe karakter. Dhe kjo përbën një ndikim shumë të madh mbi atë çka është dhe atë çka kërkojmë. Sepse një nga ndikimet më të mëdha ku Dashi thotë se drita e vërtet është ndikimi dhe favorizimi. Kjo është një ditë shumë e mirë për vendime që lidhen me karrierën dhe drejtime profesionale. Autoritetet, pozicioni publik, marrëdhëniet, njerëzit, pushteti dhe familja atërore. Përgjegjësitë familjare, planet afatgjat, kontrata serioze, organizim i një përpjekje fillim pune që kërkon disiplinë, por edhe për të marrë qëndrim më të pjekur në dashuri dhe në marrëdhënie. Në dashuri, ky është këndi i flirtimit dhe pasionit që dihet në një ditë. Është këndi që na pyet: a ka seriozitet kjo lidhje? A ka respekt? A ka përgjegjësi? A ka dëshirë për të ndërtuar? Për disa marrëdhënie, kjo mund të sjellë stabilizim, një vendim të qartë, një bisedë të pjekur, një hap serioz, por disa të tjera mund të tregojnë se dashuria nuk mjafton vetëm si emocion. Nëse nuk ka qëndrueshmëri, respekt dhe përgjegjësi, është e dyanshme. Në punë, kjo është një ditë shumë e fortë për ata që duan të tregojnë vlerën e tyre, jo me fjalë të mëdha, por me rezultate. Dielli në Luan kërkon të dalë në dritë, ndërsa Saturni në Dash kërkon të provojë se ka forcën për të mbajtur përgjegjësinë. Prandaj mund të ketë mundësi për njohje profesionale, për të marrë role drejtuese, për të vendosur autoritetet dhe për të organizuar më mirë një plan për të fituar besimin e dikujt me ndikim ose për të bërë një hap të rëndësishëm që nuk jep fryte vetëm ose për të ndërtuar në vetvete. Në familje dhe në jetën personale, ky kënd ndihmon në marrjen e vendimeve të pjekura. Mund të jetë një ditë ku dikush thotë: tani duhet të veprojmë me shumë përgjegjësi. Mund të jetë një ditë ku një çështje me fëmijët, me prindrit, me persona të afërt ose me një përgjegjësi të vjetër kërkon qartësi.
Saturni në dash kërkon të trajnohen në mënyrë impulsive, por me kujdes, pjekuri dhe qëndrueshmëri. Çdo gjë që neve kërkojmë të realizojmë. Ky është një kënd shumë i rëndësishëm për njerëzit që duan të ndërtojnë një emër, reputacion, autoritet ose një rol më të fortë në jetën e tyre. Nuk është ditë për të shehur, por nuk është as ditë për të bërë spektakël bosh. Është ditë për të treguar se drita jon ka bazë, se talenti ynë ka disiplinë, se guximi ynë ka drejtim, se fjala jon ka peshë, se nuk kërkojmë vetëm të dukemi, por jemi i gati të përmbajmë përgjegjësitë dhe jo të mbajmë vetëm përgjegjësi, por dhe ta përfaqësojmë atë. Shenjat që ndikojnë më shumë për sa përket këtij këndi kaq të rëndësishëm janë shenjat e zjarrit, luani, dashi, shigjetari. Dhe këto shenja marrin energji në mënyrë më të drejtë përsideti dhe më harmonike, sepse dielli dhe Saturni komunikojnë në të njëjtën element, zjarri. Ky është zjarri që pjek, zjarri me përgjegjësi, zjarri që nuk digjet kot, por ndriçon dhe ndërton. Më shumë ndikojnë ata që kanë planetet personale ose ascendente në këto shenja, por gjithashtu kuptimi i dhjetëdiqve theksi kryesisht i dhjetëdiqit dytë. Luani, sidomos i dhjetëdiqit të dytë, është në qendër të këtij ndikimi, sepse dielli ndodhet në luan. Për luanët të dhjetëdiqit të dytë, sidomos ata që kanë lindur afërsisht në pjesën e mesme të shenjës, kjo mund të jetë një periudhë ku marrin më shumë seriozitet, më shumë përgjegjësi, më shumë mundësi për të treguar vlerat tona. Mund vinë një njohje, një vendim që stabilizon detyrat dhe punët tona. Konkretisht është ajo e ndikimit të madh ekonomik. Dashi, sidomos të dhjetëdiqit të parë dhe të tretë, ndikohen shumë fuqishëm sepse Saturni ndodhet në dash. Për dashin kjo nuk është vetëm një ditë frymëzimi, është ditë pjekurie. Saturni kërkon përgjegjësi, ndërsa dielli nga luani i jep mbështetje, forcë dhe besim. Dashi mund të kuptojë se një vendim që merret tani duhet të ketë bazë, do të jetë thjesht impulsivitet, por shenjës së dashit të dhjetëdiqit të dytë, kjo mund të sjellë përpjekje personale, seriozitet në dashuri, vendime për punën, përgjegjësi familjare ose një hap të rëndësishëm në rrugën individuale. Shigjetarët, sidomos të dhjetëdiqit të parë dhe të tretë, duket se e merr këtë aspekt në mënyrë shumë mbështetëse. Për shigjetarët kjo është energji që jep drejtim, besim dhe stabilitet. Në këtë ndikim, nëse ka pasur një ide, plane, udhëtime, projekte, studime, çështje ligjore, ndërkombëtare ose profesionale, që kërkon një organizim, kjo mund të na ndihmojë të vendosim baza serioze dhe në lidhje me shigjetarin që merr zjarr, por jo zjarr të shpërndar, merr zjarr me themel. Për shenjat e zjarrit ndikimi pozitiv mund të ndjejnë edhe shenjat e ajrit, sidomos binjakët, sepse krijojnë lidhje harmonike me këtë energji zjarri. Binjakët e dhjetëdiqit dytë mund të përfitojnë në komunikimin e marrëveshjeve, kontaktet, vendimet, dokumentat, udhëtimet e shkurtra. Kjo ndikim biseda serioze dhe për binjakët kjo ditë mund të ndihmojë në ide që të mos mbeten vetëm në ide, por për të marrë edhe nisma të reja në struktura të ndryshme. Peshorja dhe ujorët, sidomos dhjetëdiqit të tretë, ndikojnë ndryshe nga janë ata që kërkojnë, por megjithatë kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive. Mund të marrë mbështetje nga dielli në luan, për njëkohësisht Saturnin në dash, kërkon pjekuri, marrëdhënie, partneritete, ndryshime, vendime të rëndësishme dhe kohën ku ndodhi fenomeni, sepse nga ndonjëherë mund të mos jetë ajo çka presim ne, po është ajo çka duam ne në realitet. Dhe kjo do të thotë ndryshim, kjo do të thotë mundësi. Më sfiduese mund të jetë kjo energji për shenjat fikse që preken dielli në luan, sidomos Demi dhe Akrepi, kryesisht të dhjetëdiqit të dytë. Për Demi dhe Akrepin, dielli në luan mund të hap tema që lidhen me krenarin, familjen, karrierën, marrëdhënie personale, kontrollin ose nevojë për të mos u ngurtësuar. Saturni në dash mund të jap një farë mbështetje indirekte, por prap kërkohet kujdes, sidomos ketë forci rezistencë ndaj ndryshimit ose përplasjes mes dëshirës personale dhe përgjegjësisë. Edhe gaforja me bricapin, sidomos të dhjetëdiqit të dytë, mund të ndjejnë Saturnin në dash në mënyrë më kërkuese, sepse Saturni prek temat që lidhen me familjen, karrierën, sigurinë, përgjegjësitë dhe drejtimin. Për këto shenja, ky kënd nuk është domosdoshmëri negative, por kërkon seriozitet, nuk lejon shmangje, kërkon vendime të pjekura dhe jo reagime emocionale.
Në përgjithësi ndikimi më i fortë dhe më i pasur shkon për dashin, Luanin dhe shqiptarin, sidomos të dhjetëdhjetin e dytë të tyre. Me pas mënyra dhe mbështetja për binjakët më shumë vedie dhe përballje peshoret, uranin, ndikimin e uranit, demi, Afrodita që jep mundësi dhe kohë. Akrepi, Gaforia, Briçapi, kjo energji mund të kërkojë më shumë pjekuri, kontroll, reagime dhe vendet të qarta mbi ato çka bëhet. Në thelb kjo ditë na kujton se jo çdo mundësi vjen për të shijuar lehtë. Disa mundësi vijnë për të na rritur. Jo çdo përgjegjësi është barr. Disa përgjegjësi janë prova që tregojnë se jemi gati për një nivel më të lartë. Dielli në Luan në trekëndësh me Saturnin në Dash na jep mundësinë të bashkojmë zemrën me disiplinë, talent dhe punë. Guximin me pjekurinë dhe dëshirën për të shkëlqyer me aftësitë për të ndërtuar diçka që qëndron. Tani, para se të filloj me prashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar tek sekretaria një email dhe flasim bashkë se si funksionon shërbimi. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e kuptimit të dashurisë, të dëmshurisë dhe të mundësive, të thot dashi. Por ju të shenjës së dashit duket se pikërisht tani në këtë periudhë, koha për të treguar forcë, pjekuri dhe drejtim të qartë. Për dashin, ky kënd i datës 7 gusht 2026, ku dielli në Luan formon një trekëndësh me Saturnin në Dash, është një nga ndikimet më të rëndësishme të kësaj periudhe, sepse Saturni ndodhet pikërisht në shenjën tuaj. Kjo do thotë se për dashin nuk kemi thjesht një ditë me energji të lehtë kalimtare. Kemi një moment astrologjik që prek drejt për së drejt identitetin, karakterin, vendimet personale, përgjegjësitë dhe mënyrën se si dashi po mëson të ndërtojë jetën e vet me më shumë pjekuri. Saturni në Dash është një cikël shumë serioz. Ai ju kërkon të mos veproni me veten dhe impulsivitet, sepse do të prishin edhe disa ekuilibra shumë të mëdha mbi atë çka ndodhet dhe atë çka rregullohet. Por unë do të thosha më tepër ka rregullin, ka startimin, ka ndryshimin dhe mundësitë të arta që vijnë. Dhjetëdiçi i parë duket se mesazhi dhe ndikimi më i madh i pikërisht i dhjetëdiçit të parë lidhet me ndikimin më të madh sepse tregon që mos e nënvlerësoni këtë ditë vetëm sepse ndikimi më i fortë nuk bie drejtpërsë drejt mbi këndet që planetet bëjnë tek juve. Kjo energji ju përgatit, ju rregullon, ju bën të kuptoni ku duhet të forcoheni. Është një ditë për të zgjedhur dhe më shumë maturi për të mos harxuar zjarrin tuaj në gjëra që nuk kanë të ardhme. Për dashët e dhjetëdiçit të dytë, ky kënd është më i fortë dhe më i drejtpërsë drejti sepse Saturni në Dash prek pikërisht në zonën e shenjës, ndërsa dielli në Luan mbështet me trekëndësh. Kjo do të thotë se për ju kemi një moment shumë të rëndësishëm pjekurie, vendimi dhe përgjegjësie. Mund të ndjeni se jeta po ju kërkon të rriteni bashkë me ta, merrni një rol më serioz. Dhe kjo do të thotë që më të mos shmangni disa detyrime dhe të tregoni se jeni gati për fazën tjetër. Ajo çka kërkohet tani, është që në mesazhin i dhjetëdiçit të dytë është i qartë. Kjo është një ditë me peshë, mos e kaloni lehtë. Shikoni çfarë po ju kërkon jeta. Kjo duhet të merrni përgjegjësi, ku duhet të tregoni karakter, ku duhet të ndërtoni më seriozisht. Dhe mbi të gjitha, ku duhet të tregoni se nuk jeni vetë të guximshëm, por edhe të pjekur. Mundësia është, koha është në favorin tuaj se sa gjëra mund lidhet edhe me anën pozitive dhe kohën tuaj. Dhjetëdiçi i tretë i kësaj shenje duket se ndikimi i këtij këndi vjen me më shumë si një sinjal përgatitor dhe si një energji që ju ndihmon të vendosni bazat për ato që do të bëhet më rëndësishme më vonë. Mund të mos ndjeni me të njëjtën peshë me dhjetëdiçin e dytë, por prap energjia e diellit në Luan dhe Saturni në Dash ju prek sepse flet për të njëjtën temë. Si të përdorni më mirë zjarrin tuaj pa harxuar në mënyrën të pakontrolluar.
Përse përket këtyre gjërave, duket se ky dhjediq shpesh ka një energji shumë të fortë, më të pjekur dhe instikti juaj është aja dhe zhëja. Për dhjediqin e tretë, do thotë që mos prisni përgjegjësia t'ju vi si presion i jashtëm. Filloni vetë të vendosni rregull, formë dhe drejtim. Ky aspekt ju jep një shans të bukur për të përgatitur në fazë më të fortë. Nëse sot e kuptoni çfarë duhet ndërtuar, nesër do ta keni më të lehtë të veproni me siguri. Zjarri juaj është i madh, por kur merr formë bëhet fuqi që nuk shuhet lehtë. Në momenti që ndikon dhe çështjet të përgjithësi, për shenjën e dashit, në dashurinë e munguar, me këtë kënd kaq të rëndësishëm, ka të bëjnë shumë dash peshore, dash bricap, dash ujor. Është koha më fantastike për lidhje, për njohje. Jeni në dy njohje dhe nuk keni mundësi se si ka të zgjidhni, e atëherë do të shikoni ndikimin që në kohën që ku ka ndodhur fenomeni dhe sa vite ka. Më mirë është më të ketë më tepër vite se sa vite sa janë të njohur. Kjo varet një vit pastaj çfarë ndodh fenomeni dhe ku ndodhin gjërat dhe kuptimi i këtyre. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, fillojmë tek një shenjë tjetër që do thotë shenja e demit. Ndikimi i kësaj teme është koha për të forcuar themelet, për të mbrojtur vlerën dhe për të marrë vendime të pjekura. Për demin ky kënd, datës 7 gusht, ku dielli në Luan formon një trekëndësh me Saturnin në Dash, është një ndikim i rëndësishëm, por jo gjithmonë i dukshëm njëherë nga jashtë. Kjo nuk është energji që shtyn demin të bëj zhurmë, të dalë me forcë në skenë, apo të marrë vendime të nxituara. Përkundrazi, është një ditë që prek bazat të brendshme, sigurinë personale, familjen, shtëpinë dhe ndikimet shpirtërore. Demi ndërton stabilitetin e tij, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi mbi atë që juve kërkoni të realizoni, sepse është një moment mjaft i mirë dhe surprizues mbi ato që ndodh. Dhe kjo është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm që ka të bëjë. Dhjediqi i parë duket se për demit të dhjediqit parë, ndikimi i këtij këndi vjen më shumë se një nevojë për stabilizim të brendshëm dhe për të rregulluar jetën personale. Ju mund të mos ndjeni këtë energji si një ngjarje të madhe të jashtme, por me shumë si një zë i brendshëm që ju thotë diçka duhet organizuar më mirë. Dhe kjo bën që mund të lidhen me shtëpinë, familjen, çështje praktike, në përgjithësi duket se ka të bëjë edhe me punën, ka të bëjë edhe me karrierën, ka të bëjë edhe me disa ndryshime shumë të mëdha që kanë bënë për juve të dhjediqit të parë. Por dhjediqin e dytë, për të shenjës së demit, duket se ndikimi i këtij këndi është shumë më i fortë, sepse dielli në Luan prek drejt për së drejti zonën e mesme të shenjave fikse dhe krijon një dinamik që ju kërkon të shihni seriozitet në çështjet e shtëpisë, familjes, sigurisë dhe jetës personale. Për ju kjo ditë do sjell një ndërgjegjësim të shumë të rëndësishëm ku nuk mund të ketë paqe të jashtme nëse brenda jush ka gjëra të pazgjidhura. Është një nga ndikimet më të mëdha dhe më të fuqishme, por mesazhi për dhjediqin e parë është mos mendoni se stabiliteti vjen vetëm duke duruar. Stabiliteti vjen dhe duke rregulluar, duke folur, duke vendosur kufi. Dhe kjo është një nga ndikimet më të mëdha, është një nga ndikimet më fantastike, por gjithashtu kjo flitet edhe shumë gjëra të tjera, sepse kjo ditë ndihmon të kuptoni çfarë duhet të qëndroj dhe çfarë duhet të mos ju rëndojmë. Pra është një diçka shumë pozitive në këtë aspekt. Kurse në juve të dhjediqit të dytë, që keni një ndikim shumë të mirë, keni një ndikim që vërtet është koha mjaft e mirë. Dhe mesazhi tregon që kjo ditë ju prek thellë se sa duket, mos mjaftoni me pamjen e jashtme të stabilitetit. Shikoni çfarë ndodh brenda. A keni paqe? A jeni të mbështetur? Apo mbani më shumë se sa ju takon? Nëse përgjigjja është po, atëherë ky aspekt ju ndihmon të vendosni rregulla, të forconi themelet dhe të mos ndërtoni mbi lodhjen e heshtur, sepse ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Kemi dhjediqin e tretë të shenjës së demit. Për demit të dhjediqit të tretë, ndikimi i 7 gushtit vjen një ftesë për të parë nga larg dhe më thellë për çështje që lidhen me stabilitetin, familjen, shtëpinë dhe sigurinë emocionale.
Mund të mos jetë një kënd që godet me forcën më njëhershme, por mund të krijojë një atmosferë të rëndësishme reflektimi. Ju ndoshta e ndjeni se disa gjëra duhen marrë më seriozisht, sidomos në lidhje me të ardhmen tuaj personale dhe me bazë mbi të cilën po ndërtoni jetën. Kjo do të thotë edhe një nga mundësitë më të mëdha ose periudha ku mesazhi i ditës është pse kjo ditë ju ndihmon të mendoni me pjekuri për juve të diçit të tretë, për ata që doni të mbani dhe ata që doni të ndryshoni. Mos u ngutni, por mos e mohoni të vërtetën. Nëse diçka ka vlerë, forcojeni. Nëse diçka ju ndon pa ju dhënë siguri, shiheni me qetësi. Forca ju nuk është vetëm të duroni. Forca juaj është të ndërtoni dhe të shikoni gjërat ashtu siç dëshironi juve, sepse u jep paqe, ju vetëm ndikimin më të madh dhe kjo është një paqe e brendshme mbi statutin tuaj të ligjit të tretë të shenjës së Ademit, por në lidhje me dashurinë duket se keni të bëni shumë me shenjat e ujit. Dem gafore, dem akrep, dem peshk është diçka shumë pozitive nëse keni mundësitë, mund të zgjidhni disa gjëra tani sepse është koha e zgjidhjeve të problematikave që keni pasur para disa kohëve. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, do shkojmë tek një shenjë që vërtet kërkon kohën e vet, kërkon mundësinë e vet për nisma të reja dhe gjërat që ndikojnë dhe rregullojnë, që janë binjakët. Koha për fjalë të pjekura, vendime të qarta dhe plane që marrin formën e duhur. Për binjakët, ky kënd i datës 7 gusht, ku dielli në luan formon një trekëndësh me Saturnin në dash, është ndikimi shumë i dobishëm sepse aktivizon fuqishëm komunikimin e brendshëm. Dhe kjo bën që ngadonjëherë juve mund mos ta keni pasur për shembull ose keni lënë bazdore disa gjëra, por unë ju them se kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi takimet, mbi bisedimet që juve keni pasur më përpara, por tani vjen një moment i plotësimit të dëshirave të juaja dhe kjo do thot momentit, kjo do thot periudha, koha për sa përket binjakëve. Por meqense si ditë është mjaft e mirë, sepse kur ndikimi ka të bëjnë ditën e premte, por plus minus ju e dini shumë mirë sepse kemi të bëjmë 3-4 ditë para, 3-4 ditë pas që ndikohen të ndikime planetare. Por gjithsesi mundoni që t'jeni sa më korrekt me punën tuaj dhe me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën. Saturni në anën tjetër ka një katalizator që vepron shumë mirë me punën aktuale, me gjërat që do të bëj, çështjet që do të ketë dhe mundësitë të arta që vijnë. Kemi të bëjmë me dhjetëdijën e parë të shenjës së binjakëve. Për binjakët e dhjetëdijës së parë, ndikimi i këtij këndi vjen një mundësi për të vendosur më shumë rregull dhe mendime në komunikime dhe plane që lidhen me të ardhmen. Mund të mos jetë ndikim i më i drejtë për së drejti, por energjia është ndihmesa më e madhe, koha më e lumtur e gjërave që do të bëjmë. Ky dhjetëdijë mund të ndjejmë nevojën në anën tonë më të mirëpunshme, sepse sa që gjërat vijnë ose koha tregon për arsye të punës tonë, për arsye të vendimeve që merren dhe koha tregon në anën më të mirëpunshme. Por kjo është diçka shumë e mirë për sa përket kësaj shenje dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi për dhjetëdijën e parë. Motoja e dhjetëdijës të parë është që ndikimi dhe favorizimi që ka të bëjnë për juve, mos lini energjinë tuaj që të shpërndahet nga biseda pa rezultate dhe pa plane dhe pa ndikime. Kjo ditë ju ndihmon të zgjidhni, të përqendroni dhe të flisni më shumë me gjërat e mëdha, sepse një fjalë e mirë ju ndihmon jashtëmase dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Dhe kjo është një periudhë më të mira dhe më të harta për zgjidhje të problematikave. Megjithatë, edhe pse një nga mundësitë më të mira që keni tani e tutje, është një kohë që është përcaktuese, është bashkëvepruese në anën tuaj dhe kjo duket në plan të parë për sa përket dhjetëdijës të parë të kësaj shenje të binjakëve jep mundësinë dhe kohën e duhur. Dhjetëdijës i dytë para se të mbyllet dhjetëdijës i dytë për shembull 7, 8, 9, 10 të muajit ku futet dhjetëdijës i dytë është një ndikim mjaft i mirë sepse për binjakët e dhjetëdijës të dytë ndikimi i 7 gushtit është më i fortë dhe më i rëndësishëm. Ky kënd prek drejtpërdrejt ndikimin e madh, kjo do thotë puna, do thotë karriera, do thotë disa çështje ekonomike të lëna pezull,
por gjithashtu mesazhi për juve të shenjës binjakut të 10 të dytë është: kjo është një ditë ku mendimi juaj mund të bëhet fuqi ndërtuese. Mos e humbni në shpërndarje, flisni qartë, është diçka mjaft ndikuese, është mjaft pozitive, por njëra nga anët e tjera, nëse keni plane, mos e mbani vetëm në kokë, shkruani, organizojeni, ndjeni me njerëz serioz dhe filloni të ndërtoni. Fjala juaj sot mund të ketë pesh afatgjat. Nëse keni mundësi për shembull, bëni diçka shumë të rëndësishme, e keni edhe si moment dhe mund ta rregulloni, sepse kjo është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që do të ndihmojë, do t'ju arrisi në planet afatgjat që keni, sepse është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Dhjediçi i tretë i shenjës së binjakëve duket se ky ndikim vjen si një mbështetje e rëndësishme për të përgatitur në fazën më të organizuar në komunikim, në plane dhe në marrëdhënie shoqërore. Mund të mos ndjeni më të njëjtën forcë direkte të dhjediçit të dytë, por prap energjia është shumë pozitive dhe mund t'ju ndihmojë të vendosni shumë qartë në rrugën tuaj. Ky dhjediç ka zakonisht mendjen më shumë të shpejt, aftësinë për të dhe shumë mundësi dhe dëshirë për mos mbetur i kufizuar. Por ky kënd i datës 7 gusht ju fton të pyesni veten, cila nga këto mundësi është e vërtet e rëndësishmja. Mund të keni kontakte, ide, plane, biseda, ftesa, por jo të gjithë duhet të ndiqen. Saturni në dash ju kërkon të zgjidhni ato që kanë perspektivë. Kjo është diçka mjaft ndikuese mes gjërave që ndodhin dhe kohës që gjërat rregullohen. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këto. Por meqense mesazhi i dhjediçit të tretë do thotë në nivel personal, sepse ka të bëjë shumë ndikimi, përdorni këtë ditë për të përgatitur një strukturë më të qartë. Nëse ka një bisedë që duhet bërë, bëjeni, nëse ka një ide që meriton formë, organizojeni, nëse ka njerëz që mund të ndihmojnë, afrojuni me seriozitet, dhe nëse ka zhurmë që ju shpërndan, largoni prej saj. Mendja juaj është dhuratë, por kur bashkohen me disiplinë bëhet forcë dhe që mund të ndërtojë të ardhmen sot. Pra, ka diçka që është mjaft e madhe e pozitive në ato që neve kërkojmë dhe bëjmë, shumë pozitive në lidhje me çështjet madhore që nisen dhe kështu me radhë. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja tjetër tani që do thotë shenja e gaforeve. Koha për të matur vlerën, për të forcuar sigurinë dhe për të marrë përgjegjësinë në karrierë. Për gaforet, këndi i 7 gushtit, ku dielli në Luan formon një trekëndësh me Saturnin në dash, është një ndikim shumë i rëndësishëm për çështjet që lidhen me sigurinë materiale, vetëvlerësimin, karrierën, përgjegjësitë publike dhe mënyrën se si ndërtojmë një bazë të qëndrueshme për të ardhmen. Ky nuk është një kënd që prek vetëm emocionet e momentit, por për gaforet, kjo është një ditë që kërkon pjekuri në raport me paranë, punët, ambicjet, pozicioni, vlera personale dhe përgjegjësitë që duhet të mbahen më shumë seriozitet. Ka diçka shumë madhe dhe mundësi të arta, sepse një nga ndikimet që janë më të mëdha janë këto të ndikimit të ekonomisë, sepse gaforia shpesh jep shumë, jep kohë, kujdes, mbështetje, ndjenjë, mbrojtje, energji. Në familje, dashuri, në punë, miqësi, ajo shpesh bëhet urë për të kaluar të tjerët. Por kjo ditë pyet: kush e vlerëson atë që jepni? Kush e respekton mendimin tuaj? Kush e sheh përgjegjësinë që mbani? Pra, ju bëni jashtëmase në shumë gjëra, në shumë drejtime edhe në anën pozicionimin e planetave, por edhe mundësitë të arta që keni. Dhe Saturni në dash që kërkon të vendosni shumë gjëra në anën tuaj, por megjithatë, në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me vazhdimsinë, duket se ka të bëjë diçka shumë të madhe. Por juve të shenjës së gafores, të dhjediçit të parë, duket se ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë dhe me karrierën, sepse ndikimi dhe pozicionimi i planeteve ka një vlerë shumë të madhe në lidhje me punën, lidhje me disa çështje shumë madhore që keni, por megjithatë, duket se mund të ndjeni disi një goditje të fortë të jashtme nga çështjet ekonomike financiare në lidhje me disa bisedime që bëhet, por këto janë kalimtare, nuk është se mund të themi se çfarë mund të dojmë, mund të bëjmë, por nuk është egoizëm të pyesni çfarë meritoni, nuk është ftohtësi të mendoni për paratë, nuk është mungesë dashurie të vendosni kufit kur ndjeni të shfrytzuar ose të nënvlerësuar,
po kjo është diçka shumë e madhe sepse juve e keni dhe kjo të bën që juve të jeni mjaft të ndikuar dhe jeni mjaft të rëndësishëm. Mesazhi i dhjetëdiçit të parë për juve të shenjës së Kafores është mos ulni vlerën tuaj për të ruajtur qetësinë. Kjo ditë ju mëson se dashuria mund të jetë dhe puna familja mund të keni mundësinë që juve respektoni dhe t'ju respektojnë. Organizoni më mirë parat, koha dhe për energjinë. Merrni përgjegjësi për të ardhmen tuaj, por mos mbani më përgjegjësi që nuk ju takojnë, vetëm sepse zemra juaj di të dyroj. Kjo mundet që të ta lini në një farë mënyre për periudhën dhe për kohën e duhur mbi disa zhvillime dhe disa ndryshime të lëna pasdore. Gaforet e dhjetëdiçit të dytë ka një mundësi tani, ka një mundësi shumë mirë sepse është ky dhjetëdiç është më i fortë dhe më i domethënë sepse Saturni në dash prek më drejt për drejt zonën ku krijon presione dhe pjekuri për pjesën e shenjës suaj. Po ju kjo mund të sjellë edhe ndërgjegjësim për arsyet e punës dhe të karrierës, për arsyet të ndryshimeve dhe të mundësive, sepse ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për anën dhe pozicionimin e planeteve. Mesazhi për dhjetëdiçin e tretë do të thotë që ka diçka shumë pozitive, ka diçka shumë të madhe për arsye të punës, sepse ndikimi është më i madh. Kjo ditë kërkon pjekuri, por edhe vetë respekt. Merrni përgjegjësi për karrierën, financat, të ardhmen tuaj, mos merrni mbi vete çdo peshë që të tjerët e duan ta mbajnë. Vlera juaj nuk matet vetëm me sa shumë duroni, matet dhe me qartësinë dhe kohën e dur për çështje të rëndësishme që juve keni. Megjithatë, është edhe një nga ndryshimet më të mëdha dhe koha që juve keni, sepse filloni të shihni veten si njëri që meriton më shumë të dhjetëdiçit të tretë, siguri dhe shumë respekt, me shumë vlerësim. Mos prisni që të tjerë të kuptojnë vetë sa shumë jepni. Vendosni kufi, organizoni financat, merrni më seriozisht karrierën dhe mos e ulni veten për të ruajtur qetësinë. Kjo do t'ju duhet të kuptoni shumë seriozisht për gjërat që juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë. Në dashuri ka të bëjnë shumë, gaforet kanë një ndikim shumë të mirë sepse me dash dhe me vëgjesh është diçka shumë pozitive, por pak vëmendje do të kenë me britësjapët e dhjetëdiçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e luanëve. Koha për të marrë rol, për të forcuar identitetin dhe për të kthyer dritën personale në vendin e vet. Ka një ndikim shumë mirë, ka një pozicion shumë pozitiv kjo, sepse për luanët ky kënd i datës 7 gusht, ku dielli në shenjën tuaj formon një trekëndësh me Saturnin e dash, është një nga ndikimet më të rëndësishme të kësaj periudhe. Kjo nuk është thjesht një ditë e zakonshme astrologjike. Për luani, dielli është planeti udhëheqës, burim forcës, identitetit, të zemrës, të dritës, krenarisë dhe të shëndetit dhe vedijes personale. Kur dielli ndodhet në luan, ju jeni në sezonin tuaj, ju jeni në mënyrë më të mirë të mundshme sepse duke pasur parasysh edhe në bisedimet ose në gjërat të rëndësishme që ju keni pasur, është një moment mjaft i artë për gjërat që doni të bëni, të përqendruar tek vetja, drejtimi juaj dhe tek ajo që doni të përfaqësoni. Është një nga mundësitë më të mira, është një nga mundësitë më të arta për zhvillime dhe ndryshime. Megjithatë, është një kohë që i jep rëndësi asaj çka ndodh, i jep rëndësi asaj çka pretendojmë dhe kërkojmë, sepse është shumë e rëndësishme për nisma të reja. Kjo merr një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për ndryshimet, për lidhjet, për punën, për karrierën, edhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi punën tuaj, mbi karrierën tuaj, mbi ndryshimin tuaj dhe jo vetëm. Në anën tjetër, dhjetëdiçi i parë ka një mundësi shumë të mirë tani, sepse 23 korrik me 1 gusht që fillon dhjetëdiçi i parë. Për luanët të këtij dhjetëdiçi kanë ndikime shumë të mira, sepse dielli ndodhet në shenjën tuaj dhe ju ndihmon të ndiheni më të gjallë dhe më të respektuar, më të vetëdijshëm për atë që doni të bëni. Ku këto dhjetëdiç, kjo periudhë, Saturni ndihmon jashtëmase, ju kujton dëshirën dhe planet afatgjat që keni. Megjithatë, kjo është një mundësi ku mesazhi i ditës së dhjetëdiçit të parë të shenjës së luanit do thotë përdorni këtë ditë për të forcuar vetbesimin, por edhe për t'i dhënë drejtim. Mos u mjaftoni me dëshirën për të shkëlqyer. Pyetni veten, ku doni të shkëlqeni edhe pse. Nëse një dashuri, një projekt ose një rrugë ju respekton dhe ju jep një ndikimin e madh ose punën tuaj, atë do të keni dhe kujdes sepse sa janë të dhëna gjërat. Nëse kërkoni vetëm energjinë tuaj pa dhënë
ose diçka që e flet zemra, nuk e flet vetë shpirti, atëherë zgjidhni dinjitetin, zgjidhni atë çka juve kërkoni, sepse 10 ditë që parë ka një mundësi të tillë, por kërkon edhe pak vëmendje në atë çka bëhet. Kurse 10 ditë që i dytë, për anë të 10 ditë që i dytë, ky kënd është më i forti, më i drejtë për së drejti dhe më i rëndësishmi, sepse dielli ndodhet në zonën tuaj në formën trekëndshë Saturnit, me dash dhe ju duke dhënë mundësi të madhe për pjekuri, stabilizimin, forcimin, identitetit. Për ju që ka të bëjnë shumë të shenjtë të ruanit, të për ligjet që kanë të bëjnë shumë, se kanë shenjat e zjarrit, çështje ligjore që i mbyllin, çështje problematike që ata kanë ekonomike, çështje problematike që kanë me ligjin, e kështu me radhë janë disa ndikime se çështjet që lidhen më shumë në anën tuaj, por kjo do të shikoni me ndikimin e madh që vjen drejt jush. Ajo që do të keni në juve të 10 ditësh të dytë, mesazhi për juve është: kjo është dita juaj për të marrë seriozisht gjithçka. Mos kërkoni vetëm vëmendje, kërkoni vlerë, mos kërkoni vetëm dashuri që ju ngre për një moment. Kërkoni dashuri që ju respekton në kohë, mos kërkoni vetëm mundësi të bukura. Zgjidhni rrugën që mund të ndërtohet. Dielli ju jep dritë, Saturni ju jep strukturë. Bashkë këto energji mund të bëhen më të forta, më të pjekura dhe më të gatshëm për një fazë të re që do të keni në anën tjetër të gjërave që do të diktojnë dhe do të realizojnë. 10 ditë që i tretë i shenjës së Luanit duket se kanë bëjnë shumë dhe vjen si ftesë për të përgatitur në drejtime më të forta, për parë më shumë pjekuri dhe punë, një punë e re, një rol drejtues, dhe juve keni dhe si filozofi për ndryshimet dhe ndikimet të mëdha që keni, është një moment mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Por kjo bën që juve të jeni me fat në anën tuaj, në karrierën tuaj, në ndryshimet e juaja, dhe ky është kur një mundësi është mjaft e ardhmë mbi stabilizimin dhe mbi karrierën që juve keni, ndonjëherë kjo është një ndikim shumë i madh dhe tepër pozitiv për juve të kësaj shenje, duke pasur parasysh edhe ndryshimet, por edhe kohën tuaj është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar ekonominë dhe jo vetëm. Dhe kjo do të thotë që ky kënd ndihmon të zgjidhni më mirë jo vetëm kush ju admiron, por edhe kush ju mbështet në rritje të punës, të karrierës, të ndryshimeve, të mundësive të arta. Mesazhi për 10 ditën e tretë është: mos e humbni zjarrin tuaj, por jepni formë. Mos e ulni dritën tuaj, por vendosni një rrugë që ka kuptim. Nëse një dashuri, një projekt ose një mundësi ju jep horizont, shihni mund të ndërtohet seriozisht. Nëse ju jep vetëm emocione, në asnjë bazë mos ndiqni vetëm se ju ndez. Kjo do të ju mësoj se drita më e fortë nuk është ajo që ndizet shpejt, por ajo që ditë të qëndrojë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e Virgjëreshës. Përsa përket shenjës së Virgjëreshës, meqenëse se Virgjëreshat duket se në këtë periudhë tani e tutje kanë pasur edhe disa plane afatgjatë për arsye të punës së tyre, për arsye të ndryshimeve që ata kanë edhe marrin. Por në anën tjetër ka diçka mjaft mirë tani e tutje, ku çdo gjë që lidhet në anën e punës, në anën e karrierës, në anën e ndryshimit, por gjithashtu ka të bëjnë me vendime të rëndësishme, por megjithatë mirë është për punën, për karrierën, në anën tjetër ka të bëjnë dhe me vendimin e madh që merrni në anën tuaj, por megjithatë kërkohet punë, kërkohet karrierë, kërkohet ndryshim, kërkohet vendime që mund të merrni. Në çështjet e punës së karrierës keni diçka shumë të madhe, sepse ndikimi i Virgjëreshës u jep mundësi dhe kohë për punën tuaj dhe për karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me punën ose me karrierën, duket se ka një vendim shumë të rëndësishëm që merret tani e tutje. Për Virgjëreshat duket se ka të bëjnë shumë lidhet me punën, me disa frika, disa lodhje, disa borxhe, emocione, detyrime të fshehura, çështje financiare të përbashkëta, nevojë për të mbyllur ciklet që kanë marrë shumë energji. Dhe kjo ju ndihmon jashmase tani. Juve të 10 ditë të parë që keni pasur këtë probleme, për Virgjëreshën do thosha sepse ndikimi dhe këndet që kanë bëjnë tani, këndet planetare, u japin një mundësi shumë mirë, sepse vjen një ftesë për të vendosur shumë qetësi, rregull në çdo aspekt të jetës suaj. Por në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, ka të bëjë shumë me karrierën, sepse tani është në momenti për juve që do të ndryshoni ose do të diktoni në lidhje e punës, por duke pasur parasysh në anën ekonomike, do thot karrierë, do thot vendimarrje.
Mi po, nga ana tjetër, ka diçka që lidhet punën aktuale, ka diçka që lidhet me biznesin dhe stabilizimin, ka diçka që kjo periudhë është më ndikuesja, më favoritja, më ekonomike, sepse lidhet edhe me disa takime që do të bëni. Dhe di që parë gjithashtu është më favorit për arsyet e ekonomisë dhe vendimi që do të merrni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të rregulluar dhe për të arritur qëllimit tuaj për ekonominë dhe stabilizimin. Prandaj mos mu shqetësoni. Prandaj lërni gjërat për nisma të reja. Duke pasur parasysh mënyrën dhe mundësinë, por punën dhe kohën e duhur ju e keni tani. Duke pasur parasysh dhe anën e biznesit. Dhe diçi i dytë është shumë i favorizuar në ekonomi, në vazhdimsi, por megjithatë tani është momenti i duhur për nisma të reja. Dhe ndikimet që kanë të bëjnë tani, ka një diçka shumë të madhe, për arsye të biznesit që lidhen, po është diçka mjaft pozitive dhe një diçka që është me karrierën, ka të bëjnë shumë, por do merrni përsipër disa detyrime, që keni pasur diçka 2 dhe 3, por arsyen që ka të bëjnë tani për tani. Megjithëse është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në çështje shpirtërore ka dhe diçka shumë të madhe. Në dhjetëçi i tretë lidhet edhe me takime, edhe me bisedime të rëndësishme për sa i përket punës, për sa i përket karrierës. Por dini një gjë, dhjetëçi i tretë, i dytë dhe i treti, mos shtyni më ato që dini se duhet sa më parë, por lërni që të realizohet, të bëhet atë ku duhet. Prandaj është koha dhe mundësia më e mirë e mundshme për nisma të reja dhe vendime që do të merrni. Çështje shpirtërore apo ndikimet janë favorite, sepse ndikimi i Virgjëreshës duket se shigjetar, binjak dhe ndikimi më i madh është tani. Nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar në këtë drejtim. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja mjaft pozitive dhe ndryshimet që do thotë shenja e peshores. Kanë një ndikim shumë të madh, sepse forca dhe identiteti, mënyra, mundësia, periudha, koha për të forcuar marrëdhëniet, për zgjedhur aleancat e duhura dhe për të ndërtuar të ardhmen me pjekuri. Është një moment shumë pozitiv. Juve jeni detektiv të mirë për sa përket nismave dhe ndryshimeve. Por meqense djedhin e luandrit çon peshorët i lidhen me ndikimin, lidhen me mundësitë, kjo nuk është dita me lehtë e kuptimit sipërfaqësor të fjalës, por është diçka shumë e madhe, vlefshmëria, ndikimi, mundësia, rëndësia që i jepni gjërave për çështjet ekonomike financiare, për çështjet që bëjnë ndryshimin e madh ekonomik financiar, bëjnë ndryshimin e madh në seriozitetin tuaj. Por meqense nga ana tjetër ka diçka shumë të madhe për nisma të reja, për ndryshime të reja, edhe momentet që juve keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për gjërat që doni të bëni. Dhjetëçi i parë i shenjës peshores duket se ka të bëjnë me ndikimin dhe kërkesat të larta që kanë të bëjnë mundësitë që mund të jetë pika më e drejtë për së drejti, partneritetet, marrëveshjet, marrëdhëniet serioze, mund të trajtohen më lehtë. Ky dhjetëç ndjen se është koha për të vendosur qartësi, mundësi, do më kujtoni për gjitha shenjat, do t'japin një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për lidhjet që bën, mundësi që jepen. Në Iran ne mendojmë shumë çfarë po bëhet në atë moment që është diçka zero, do ta thosh, por në krahun tjetër kemi edhe një moment shumë të mirë për pozitivitetin, për punën, për karrierën, edhe për gjërat që vijnë. Prandaj është momenti, prandaj është dhe koha për juve, sepse tani ka rëndësi serioziteti dhe jo vetëm eleganca. Juve jeni elegancë, nga janë nuk ka merakun në juve. Dhjetëçi i dytë dhe ndikimi për dhjetëçin e parë është mesazhi që afroni me atë që ka pjekuri, që respekton fjalën dhe duan të ndërtojnë. Mos ndihmoni të kuptoni apo diçka që të kuptoni në marrëdhëniet më të mira, apo kërkojnë që t'ju përshtaten gjithmonë, ose kërkojnë diçka, ju jepni 5, ata s'japin gjysmën e njëshit. Pra keni kujdes se do të hasni këto gjëra. Por krijoni hapësirat që mund të jenë të dëgjuara, me të respektuar dhe të sigurta për jetën tuaj, për vazhdimsinë, sepse është dhe momenti më i mirë i mundshëm i gjërave që duhet doni. Kurse dhjetëçi i dytë dhe dhjetëçi i tretë ka një mundësi shumë të mirë mbi
gjërat që lidhen, që mesazhi që është për ju të dy dhjetëdiqët, kjo është një ditë me peshë në marrëdhënie. Mos u friksoni nga serioziteti. Nëse një lidhje është e vërtet, ajo mund të forcohet. Nëse një bashkëpunim ka bazë, mund të marrë formë, por nëse diçka qëndron vetëm mbi kompromiset tuaja, duhet të shihni me ndershmëri. Ju meritoni marrëdhënie ku harmonia nuk është detyrë e njëanshme, por përgjegjësi e përbashkët. Dhe është një nga momentet dhe koha më pozitive e që ndonjëherë, sepse në dashuri juve të shenjës së peshores keni mundësinë me gafore dhe me dash të dhjetëdiqit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë tek një shenjë që është mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese për gjërat që ndodhin, për gjërat që arrihen në anën tuaj, që do thotë shenja e akrepit. Koha për të marrë përgjegjësi në punë, për të forcuar pozicionin dhe për të treguar pjekurinë në jetën profesionale apo dhe personale. Akrepit duket se kanë një ndikim shumë të madh. Ky trekëndësh, Saturni në dash, është një ndikim shumë i rëndësishëm për karrierën, punën e përditshme, përgjegjësitë dhe disiplinën tuaj, drejtimet personale, mundësitë të arta, kohën, diturinë dhe dëmshurinë tuaj. Është një mundësi shumë e mirë dhe stabilizimi është në anën më të madhe të që ndonjëherë. Sepse lidhet me sakrificën, lidhet me suksesin, lidhet me organizimin dhe energjinë dhe shumë gjëra të tjera. Dhjetëdiqi i parë ka një ndikim shumë të madh që lidhet me ndryshimin e madh, sepse në nivel profesional mësoni të kontrolloni shumë gjëra në jetën tuaj dhe ndryshimin e punës që do të keni. Po janë ndryshime mjaft pozitive këto, ku ju jepet mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Kujdesuni pak disa gjëra që nga puna, nga karriera, sepse kjo ditë ju kujton dhe shumë gjëra të tjera. Nëse doni rritje profesionale, filloni nga rutina. Nëse doni më shumë respekt, tregoni qëndrueshmëri. Nëse doni më shumë energji, kujdesuni për veten tuaj. Kjo ditë ju kujton se suksesi i madh ndërtohet nga veprime të vogla të përsëritura me disiplinë. Ndikimi që ka të bëjnë gjithashtu, ka të bëjnë dhe me dhjetëdiqin e dytë dhe të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për akrepët nisin dhe betisin shumë gjëra, dhe është një nga momentet më të arta që vinë drejt jush, por gjithashtu disa projekte që juve keni janë në dorën tuaj dhe mund të arrini të rregulloni disa çështje të rëna pezu mbi stabilizimin dhe mbi konkretizimin e gjërave që juve keni. Ajo që do të keni për të dhjetëdiqin e tretë mesazhi është që do të thotë për dhjetëdiqin e dytë dhe dhjetëdiqin e tretë, do të thotë që kjo ditë ju vendos përpara përgjegjësisë, por edhe përpara mundësisë për të fituar respekt. Mos u tremni nga vëmendje profesionale, mos i lini lodhjen të prish rezultatin, organizoni punën, kujdesuni për anën ekonomike dhe familjen, bani qëndrime të pjekur dhe tregoni se forca juaj nuk është vetëm intensiteti, por edhe disiplinë. Sot mund të ndërtoni një hap të rëndësishëm për reputacionin tuaj mbi atë që kërkoni, mbi atë që juve doni dhe veproni. Por gjithashtu akrepët kanë një ndikim. Nëse do më thoni të për sa përket, kemi diellin Luan, ju e dini, por dhe Saturni që është në dash. Po cilën nga shenja mund të ishte kryefjala, kryevepra? Jeni ju akrepët, pra akrepët kanë ndikime më të mëdha, por do ta them fund për sa përket shenjat që janë me kohën e artë dhe kohën e ndikimit të madh. Në dashuri ka të bëjë me Dem, ka të bëjë me Luan, ka të bëjë dhe me Ujor. Me Ujor një problem që keni pasur e zgjidhni pikërisht tani. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe vezulluese, që do thotë shikjetari. Koha për të kthyer vizionin në drejtimin e dashurisë në përgjegjësi dhe ëndrat që bën plane konkrete. Shikjetarët të dashur jeni në kohën dhe në momentin më të artë. Nga tani, nga data 7 deri në datën 27, keni një kohë shumë përshtatshme. Pra, pothuajse gjithë muaji bini pas gjërave, mbyllni një herë e mirë çështjet që lënë vendin ose ndryshimin ose vendimin ose problematikat e mëdha që juve keni. Ky nuk është një ndikim shumë i madh. Ky është një ndikim që ka kontroll, ka mundësi. Është një energji që thotë, po mund të shkoj më larg, por duhet të dim pse dhe me çfarë përgjegjësie. Dielli ju jep mundësinë, ju jep kohën. Dhjetëdiqi i parë ka një mundësi dhe një ndikim shumë të madh, sepse dhjetëdiqi i parë ndjen rritjen e besimit, por në mënyrë të ndikuar dhe mund të mendoni për një udhëtim, për një studim, për një kurs që juve e realizoni dhe është koha juaj më e mirë e mundshme në nivel profesional, personal. Keni ndikime shumë të mirë për juve të dhjetëdiqit të parë, sepse mesazhi për dhjetëdiqin e parë është përdorni këtë ditë për të marrë më qartë ku doni të shkoni.
për të parë arsyen dhe për të marrë atë që kërkoni. Mos e lini një ide të mirë të humbasit nga mungesa e organizmit, sepse organizimi është mjaft pozitiv dhe kur juve e organizoni, është ana juaj. Në dashuri kërkon drejtim, në punë kërkon plan, në zemër kërkon gëzim, që ka bazë. Ky aspekt ndihmon të kuptoni se një rrugë e madhe fillon kur frymëzimi bashkohet me përgjegjësi. Dhjetëdiçi i dytë është një ndikim shumë të madh sepse lidhet me punë, lidhet me një punë të re që do të ketë. Por kjo është një ditë shumë potenciale, ju mund të shihni më larg, ndjeni më të sigurt dhe të merrni vendime që ka rëndësi, por mos e shpërdooni energjinë në shumë drejtime. Në dashuri zgjidhni atë që ka zemër dhe përgjegjësi. Në punë zgjidhni projektin që ka perspektivë. Në jetë zgjidhni rrugën që nuk ju jep vetëm emocion, por edhe kuptim afatgjatë. Dhjetëdiçi i tretë ka ndikimin më të madh sepse do të thotë dëgjoni thirrjen e horizontit, por mos e lini të mbetet vetëm ëndër. Nëse një dashuri ka kuptim, kërkoni qartësi. Nëse një projekt ju ndez, jepni strukturën, themilet e forta. Nëse një udhëtim ose studim ju thërret, organizojeni me seriozitet. Kjo ditë ju ndihmon të kuptoni se fati nuk është vetëm rruga që hapet përpara jush. Fati është edhe vendimi juaj për të ecur në atë rrugë me përgjegjësi të madhe. Ndryshimet janë fantastike, puna është fantastike dhe koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë drejtim dhe mundësitë janë më të mira dhe tepër pozitive për gjërat që kërkohet. Vijojmë tek shenja e bricapëve sepse edhe mundësitë juve keni koha dhe dituria në anën tuaj. Koha për të forcuar themelet familjare, për të rregulluar përgjegjësi të përbashkëta, për të marrë vendime të pjekura në çështje të thella. Bricapët janë kulmi i ndryshimit të madh. Bricapët kanë mundësinë, bricapët janë të vetëdijshëm për periudhën, për kohën dhe momentet që juve keni. Është një mundësi shumë e artë, është një mundësi që vërtet ndryshimi dhe rregullimi, startimi i ndryshimeve të mëdha që vjen drejt jush. Është një kohë, është një moment, është një startim i jetës suaj dhe i mundësive, sepse dashuria në nivel shumë të larta. Keni pasur disa probleme juve të shenjës së bricapit me virgjëreshën dhe me demin ku e zgjidhni, keni pasur problem me ujorin dhe me luanin, jeni në kohën e zgjidhjes së konflikteve, por kjo do thot ndikim, kjo do thot mundësi. Dhjetëdiçi i parë nis një ndikim shumë të mirë dhe një pozicionim mjaft të mirë, sepse flitet për ajo që është shprehja, që unë them dhe mesazhi për juve është mos mbani gjithçka vetëm. Kjo ditë ju ndihmon të organizoni, të sqaroni dhe të vendosni baza më të forta. Në dashuri kërkon besim, në familje kërkohet ndarje të drejtë përgjegjësish, në financa kërkohet plan. Stabiliteti nuk vjen nga durimi i heshtur, por nga struktura e drejtë, nga ajo që keni bërë dhe dini ku keni marrë, jo vetëm vendime, por dhe të rëndësishme sepse janë me këmbë tokë për gjërat që juve ndodhni. Ajo është diçka shumë e madhe dhe ju ndihmon. Kurse ndikimi më i madh që loz për juve të shenjës të dhjetëdiçit të dytë, të shenjës së bricapëve, duke se ka të bëjë shumë me punën, ka bëjë shumë me përgatitur për çështje që lidhen me shtëpinë, familjen. Një pasardhës është mbase i gatshëm që duke ardhur dhe mesazhi për dhjetëdiçin e dytë dhe të tretë është përgatituni me maturi, mos e lini për më vonë atë që mund të organizohet sot. Në dashuri kërkoni besim dhe përgjegjësi, në familje kërkoni qartësi, në financa kërkoni plan, në shpirt kërkoni një siguri që nuk vjen vetëm nga kontrolli, por nga vendime të drejta dhe të mundësi me njerëzit që din të mbajnë peshë bashkë me ju. Janë të juaj dhe mundësi janë të mëdha. Por një vëmendje do të keni me megaforën, keni me peshorën, keni edhe me dashën edhe diçka të parë, për ne shikojeni në detaje. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e pozicionimit e kuptimit, që do thot shenja e ujorit. Koha për marrëdhënie më të pjekura, biseda vendimtare dhe zgjedhje të qarta në partneritete. Është kjo kohë, është kjo mundësi, sepse luani formon një tërkëndësh me Saturnin e Dash, është një ndikim shumë i rëndësishëm për marrëdhëniet, për mundësitë, kohën, vazhdimsinë dhe korrektësinë. Dhjetëdiçi i parë. Mesazhi për dhjetëdiçin e parë është që mos keni frikë nga bisedat e rëndësishme. Ato nuk ju marrin lirinë, ato mund t'ju japin qartësinë. Në dashuri kërkoni komunikim të ndershëm. Në punë vendosni marrëveshje të qarta.
Në marrëdhënie mos u fshini pas distancës, kur fjala mund të ndërtoj urë. Kjo ditë ju ndihmon të kuptoni marrëdhënien e mirë, nuk ju mbyll, ju mëson të lidheni pa humbur veten. Ndikimi dhe favorizimi për 10-ditëshin e dytë që jep një ton tjetër, një mesazh shumë të rëndësishëm. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet dhe marrëveshjet. Mos i shmangni bisedat që kërkojnë seriozitet. Nëse një lidhje ka vlerë, ajo mund të forcohet. Nëse një bashkëpunim ka bazë, mund të marrë formë, por nëse diçka qëndron vetëm mbi paqartësi, duhet parë me ndershmëri. Fjala juaj sot është aja dhe zheja. Përdorni për të ndërtuar e jo për t'u larguar. Shikojini pak sepse ka një vlerë shumë të madhe mbi atë çka bëhet. Kurse 10-diqi i tretë i shenjës së ujorit është ndikimi sepse mesazhi do të thotë sqarim. Do të thotë sqaroni gjërat dhe mos i lini fjalët peso. Në dashuri kërkon aftësi që respekton lirinë. Në punë kërkohet marrëveshje të qarta. Në komunikim përdorni fjalët për të ndërtuar besimin. Kjo ditë ju ndihmon të kuptoni marrëdhëniet e pjekura që kërkoni ndikimin e madh dhe kërkoni qartësinë dhe të jeni të pranishëm në gjërat që juve doni, në gjërat që juve keni dhe momentet që juve do të keni tani e tutje. Është një nga stabilizimet më të arta, është një nga mundësitë më të vyera që ujorët kanë, por është mundësia juaj, është ajo që juve e keni dhe doni. Por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar në dashuri sepse me Luan dhe me Akrep është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqit dashur, nëse do flasim ndikimi që ka të bëjnë, titullohet për peshqit kjo ditë koha për të vendosur rregull në punë, për të mbrojtur energji dhe për të ndërtuar sigurinë më të fortë materiale. Po peshqit, ku kanë pas problem peshqit me, sidomos në këtë tregëntë që bëhet tani, po nuk ka shans, në këtë botë jo, do të jetë nuk e diun. Është një nga ndikimet më të mëdha, më favorizuese, më mundësitë më të arta. 10 ditë që i parë, shenjës së peshqeve duket se kanë bënë shumë një kënd që vjen që mundësi për të vendosur shumë çështje e pune të lëna pezull dikur rregullohen. Ky moment është momenti më i artë për juve sepse flitet të fliten për gjëra të mëdha që mund të diktojnë ose vinë. Momentet janë ata që jeni në kohën tuaj më të artë që ndonjëherë, sepse edhe gjërat fikse, punën, karrierën, ndryshimin, mundësitë, kohën e artë që vjen tek juve, edhe kuptoni që të jeni mjaft pozitiv në atë që kërkoni të bëni, mjaft pozitiv në atë që juve keni ndikimin e madh ekonomik, financiar, biseda të rëndësishme për punën dhe për karrierën. Edhe kjo është një vlerë shumë e madhe financiare, është një vlerë që juve ju jepet mundësia për juve të kësaj shenje dhe keni mundësinë të shenjës së peshqeve të 10 ditësh të parë, që mesazhi është: filloni nga përditshmëria, mos prisni ndryshime të mëdha për të rregulluar gjëra të vogla. Në dashuri kërkoni kujdes real, në punë kërkoni vlerësim, në financa kërkoni plan, në shëndet kërkoni ritëm. Kjo ditë ju ndihmon të kuptoni se paqja nuk është vetëm ndjesi shpirtërore, është rezultati i një jete më të organizuar. Ndikimet që kanë bëjnë në dashuri për juve të kësaj shenje është Virgjëresha dhe Shëgjetari. Edhe pse Shëgjetari dhe Shëgjetari ka pasur probleme, juve e zgjidhni. 10 ditë që i dytë i shenjës së peshqeve për këtë ditë të larmishme që lidhet jo vetëm për yjet, por ju jep mesazhe shumë të mëdha. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për të ndërtuar siguri nga gjëra praktike. Organizoni punën, sepse vlerësoni kohën, kujdesni për gjithçka, vendosni kufi, shihni parat me pjekuri, mos e lini energjinë tuaj të rrjedhë pa drejtim. Kur peshqit mësojnë të respektojnë vlerën e tyre, bota fillon të respektojë ndryshe. Dhe jo vetëm kaq, por keni kohën dhe vazhdimsinë e jetës me përparësi dhe intuit. Kjo është aja dhe zheja. 10 ditë i tretë duket se mesazhi për juve të 10 ditë të tretë është: mos e lini jetën praktike të mbetet e paqartë. Ju keni shumë djeshmëri, por tani duhet edhe vendosmëri. Në dashuri kërkohen prani reale, në punë kërkohen vlerësim, në financat kërkohen ecuri, vazhdimsi, karrierë dhe kjo ju ndihmon të kuptoni se ëndra bëhet më e fortë kur ka kohën në dispozicion, kur jeni një trup i vetëm për gjërat që doni dhe respektoni vlerën tuaj që t'ju respektojnë të tjerët.
ana e dashurisë duket se për të 30 diqet me kafore dhe me shigjetare. Këto ishin paka shumë përsa përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme. Por për shenjat që kanë atë ndikimin dhe kjo ditë mos e harroni, duke filluar nga dita e sotme, do thoni juve, po ti më thua për datën 7 më Jorgo, por data 7 po kemi në ndikimin më të madh që po ta vëmë re, domethënë 3 ditë, sepse data 4 sot, po nga sot 4, 5, 6, 7 dhe 14 deri në datën 14 do shikoni juve që çdo gjë ndodh. Dokumentacione me jashtë. Lidhjet afatgjatë lidhen tani deri më datën 7 të ditës së premte, ku një nga mundësitë dhe kohën më të vyer, mos ma lini pas dore, sepse ka diçka shumë të madhe. Ndodh ditën e premte në ditën e afërditës, në ditën e zemrës, të shpirtit, të karrierës dhe të intuitës. Dhe shenjat ndikimit më të madh kanë shenjat e zjarrit, dashi, luani, shigjetari, kanë shenjat e ujit, që do thot gaforja, do thot ndikimi më i madh, akrepi, pasoj palujqme, por dhe peshqit. Por në komunikimin dhe mundësive të arta, në komunikim nuk diskutohet asnjë shenjë përveç se shenjave të ajrit. Veçojmë binjakët, takime që do të bëjnë papritur që ata kanë. Takime të papritur, apo? Dhe binjakët grinden, nefrikosen, ngrejnë zërin, kur kanë të drejtën e madhe, të tjerët dëgjojnë. Ja, këta janë binjakët. Dhe binjakët din shumë mirë se çfarë bëjnë dhe ku do shkojnë. Kjo është fitimi dhe ana pozitive. Para se të ndajemi bashkë, nuk e të dhënje, për ju që interesoni për parashikrim të detajuar. Atëherë, astrologo.al. Vetëm atje, nëse juve doni parashikrim tuaj, të vërtet, personal, individual, dhe duke parë paketa dhe e shikoni që doni diçka tjetër përveç kësaj, atëherë shkoni tek sekretaria. Klikojeni, dërgoni një email atje dhe flasim bashkë në WhatsApp, në Viber se si funksionon shërbimi. Dhe të merrni një parashikim në personale, në privat. Dhe atje flasim në detaje, më pyesni, ju pyes dhe harta personale individuale është në favor dhe shikoni dhe vetë juve se si funksionojnë. Dhe aty mund të merrni shërbimin tuaj. Por juve që doni, në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, kemi këtë butonin tu. E klikoni e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe. Më Pulla, më të mirë një uroj.